Fermerët e fshatit Veliter në Numaliq protestuan të premten për mungesën e ujit vaditës. Ata shprehen se sasia e ujit që shpërndahet nëpërmjet kanaleve vaditëse është e pamjaftueshme, duke rrezikuar dëmtimin e prodhimeve bujqësore gjatë sezonit të verës. Unë kam mbjell qepë patate, gati 2 hektarë. Dhe këtu kemi problemin me dekada që nuk vaditet, nuk vjen ujë zakonisht. Ne të na sigurojnë ujë një për vaditje pa përshitje, pastaj si të jetë, kupton, mund të jetë më nëpër kanale, siç kemi edhe vit për vit. Unë dua ta vadit pataten sot, qepën sot, se sot e do ujët. Ti thua pas nesër s'mpret puna mu. Ka ujë, për nuk menaxhohet ujë. Ti ja futur me mik, ku një, ku dy. Edhe ruajnë njëri tjetrin, edhe neve shtepet e mbasat. Nuk ka mbjell si vjet asnjë metro katrore. Nuk vadit dot. Nga ana tjetër, përgjegjësi për shpërndarjen e ujit, Besnik Dervishaj thotë se gjatë sezonit të verës është e pamundur që rrjeti i ujitës të përballojë fluksin e kërkesave për vaditje nga të gjithë fermerët njëkohësisht. Po u lëshuan të gjithë tash se të gjithë njerëz nuk vadit dot të gjithë njerëz. Sikur të hapësh rezervuarin, këtu tjetër rezervuari, të fshatin njerëz nuk vaditje. Këto 2 vaditje janë vendimtarët, unë e di, po i kam kërkuar të lëshojnë më shumë ujë. I kam thënë administratorit të lëshojë ujë më shumë, ai tha lëshuam. Unë që në ura atje ku del ujë, aq ujë sa më vjen aty, aq kam. Fshati Velitern është një zonë me prodhimtari të lartë bujqësore, veçanërisht në kulturat e qepës dhe patates, të cilat kërkojnë ujitje të shpeshtë për të arritur rendimentin maksimal.